Komisionit qendror të zgjedhjeve i është hapur rruga për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 9 shkort. Të njëjtën, Gjykata Supreme ka refuzuar ankesën e Partisë Demokratike të Ashkalinjve të Kosovës kundër panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk dhanë ndonjë datë se kur mund të shpallen rezultatet. Thanë se në lidhje me ankesat e parashtruara do të marrin edhe një herë konfirmimin nga institucionet kompetente. Para thirrjes së mbledhjes së KSZ-s për shpalljen e rezultateve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë konfirmimet nga PZAP dhe Gjykata Supreme nëse këto institucione janë duke trajtuar ndonjë çështje dhe nëse KSZ mund të procedojë me shpalljen e rezultatit përfundimtar. Ndërkohë, të mërkurën ka përfunduar rivlerësimi 1631 fletvotimeve të ardhura me postë, të cilat u patën shpallur të pavlefshme pasi nuk ishin të printuara mirë. Nga 1631 sosh të vlefshme janë vlerësuar 1046, derisa të pavlefshme mbetën 585. Nga rinumërimi i tyre, numri më i madh i votave shkoi lëvizjes vetëvendosje 743, pasuar nga PDK-ja me 114, LDK-ja me 104 e AK-ja me 27.